Përshëndetje të gjithëve. Gjëja më saktë që unë duhet të bëj tani është që të kap këto flok. Mirë nuk jam se kam këto antenat, po në shtëpi jam. Edhe kemi Klajdin pushim, hëngrëm mëngjesin, na ka bërë kafe, tani do ikim në balkon. Okej, në rregull, kafe ti pas ka bërë dhe i ka vendosur në balkon, kështu që do shijojmë pak atë diellin e mëngjesit. Si ditë e premte që është, domethënë, ja super vlen. Më zi prisa këtë moment. Shife më ka bërë kafe latte. Shi më ka bërë të mirë duket, po do ta provojmë. Të shpresoj të jetë e mirë. Qenka e mirë, nuk e prisa ta bënda kaq të mirë. Se Klajdi për vete pi Freddo espresso. Sot jam bërë kokra e yllit. Kam vesh këto xhinset e grisura. Kam veshur këtë këmishën. Kam bërë flokët kaq simple. Kam bërë pak make-up. Keni Klajdin këtu, po nejse. Jam bërë super yll. Tani çfarë do doni? Dhe unë kam bo tricepsin, gjoksin, shpinën. Po flasim për fitin, jo për palestrin. Okej. Dhe unë kam vesh një par atlete që jam comfortable, një paltota dhe hoti që jam sikur po në shtëpi se vrasmenje, edhe syze për diell. Nuk e di pse unë ndjeva sot që të bëja pak make-up, sikur ma kërkonte vetja. Ndoshta ka të bëj nga koha, e pash ishte diell dhe thash e meritoj të jem e bukur, të bëhem e bukur. Ascensori famos, Klajdi. Më dau syze nga koha i vesha, sepse ndjeva që Ascensori është më famos se vetë ne, seriozisht. a vash. Ky ka për të Se ty, jo se unë. Je famosi? Wow. Normal. Shqyr zotit ishte Klajdi para që të dilte në ascensor. Edhe i kishte kjo komshia në katë parë, edhe vetëm kur del qeni, po qeni sa unë në këmë. Sa hap dyrë në ascensor, thash mirë që si isha unë para Klajdit, se do kisha ngritur lemerit të pallatin. E drejtoj. Je drejtoj. Që është për të shtremu. E shtrembroj. Okej, e shtrembroj. 50 kg. Nuk e di domethënë, nuk e di. Kemi ardhur këtu te një dyqan i madh që është kinezi, themi ne, që ka shumë gjëra lloj gjërash, po këtu do ta lëpse se po erdhe humbet edhe nuk del më. Tani ju do thoni çfarë po bëj unë. Jam te sektori i peshive, i gjërave në camping edhe I gjëra për të beti. tani, hajde kava një pesh. Kemi me qatë hamdarkën, ta kripos, ta piperos, e do hamdarkën. Ka i shumë gjera, po shumë gjera, që vërtet të shkosh Gjukundi, kam lafin camping, gjera kështu ka shumë. Ja, këto janë për peshkim, për Klajdi njerë janë, se Klajdi ka qef gjera të që janë për camping, për gjera kështu. Nuk e keni den, sa ko kisha pa parë kështu fshese. Wow. Jo, kështu fshese është përdorni nënat atere. Wow. Unë. Jo. Nuk je ti do të bëjmë cancel, kaq këtë në këtë përfundim. Ta marrim për të shtëpia. Jo, Klajdi, nuk të harxojmë 10 euro. Na, të kemi ty, nuk harxojmë 10 euro kot. Më mirë kështu. Pastile thash. Po, më mirë kështu. Kam arritur, se kam vënë këtë kështu që mos ta mbaj në dorë, kam arritur të kuptoj që Klajdi nuk e di, ta vërtet me mua. Unë i them, pritni. Tërboll thuj. Do të pi Freddo espresso si thash. Ose kokaina. Unë i them që dua një gotë estetik, që janë cute, janë të dukshme, pa. Klajdi thot, po ja, ke gjithë këto goda këtu, do të tregoj godat. Qa estetik është kjo? Prit vitë të cilë një edhe të them unë mirë se erdhët në kanalin tim edhe cutesy, okej, mund t'jetë cutesy, po nuk është estetik kjo. Kjo është për fëmijë. Edhe Klajdi e kishte për këto lloj gotash. Nuk e di domethënë. Po kërkoja Klajdin, ishte fshirë, nuk e di çfarë ka. Gjeta një gotë për ty estetik.
Nuk e di do me thënë. Këti nuk i dukem estetik, i dukem qenë. Whatever. Living life. Ta bëj nga ato kështu si në përfilma, si në për... Mbaj mend, kaq po të mbaj mend. Hoqa me kapin, erdhëm në shtëpi dhe vetëm një gjë që blem ishte patate dhe qep. Mirëmëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. Siç mund ta shikoni, jam bërë gati, veshur edhe ky është outfiti edhe jemi bërë gati sepse do iki për në shkollë. Jam shumë e sigurt se e di që do thoni sepse sot është e shtunë veç ne ke shkollë. Shpresoj të dalë mirë me detyrën që më japin. Shumë e çuditshme, të gjitha lokalet që ka shkolla, kantina këto janë të mbyllura. Mund të them me plot gojë, duket shumë e çuditshme. Shumë e frikshme. Jam mësuar të ketë student, të ketë mësues, të ketë njerëz jo kaq bosh. Do me thënë kjo është gjendja e shkollës. Dhe prandaj u them dhe unë duket e frikshme. Se nuk ka këmbë njeriu, nuk ka strita, nuk ka nuk e di. Shqyr mbarova dhe tani po iki për në shtëpi. Sot do bëj një dush. Kam për të bërë edhe një 2 detyra. Është edhe Big Brotheri. Në fillim njërë duhet iki në shtëpi me patite që të bëj punët, se është katrahur. Më në fund në shtëpi, plasa vape dhe gjëja parë që do bëj do ndrohem dhe do bëj punët. Lava, bëra super dush, edhe thjesht po rria në krevat me Klajtin dhe doja të tregoja. Nuk e di, nuk mendoj që telefoni nuk e percepton dot sa e bukur është pamja. Është shumë bukur. Duket 100 herë më bukur, edhe kjo zhurma e zogjve. Ta mendoni që është ora 8. Është ora 8, është ditë. Po vjen vera. Do me thënë sa thashon po vjen vera, po fryt tani. Nuk e di do me thënë. Me qënë se kishim 2 ditë gjellë me patate, programi sot ka makarona sepse ka dhe Big Brother, kështu që nuk ka më duo perfekte. Shumë vap. Nuk ankohem, thjesht është vap edhe mendoj që bëra gabim që vesha më gjata. Ishte në punë sot edhe pse është ditë e tjelë. Kishim punë, ndoshta edhe sepse duhet i mbyllin përpara pashkëve. Për vërtet shumë vap. Shumë vap. Më pëlqen se vërtet e dua diellin, edhe shuroj. Okej, nice. Vesha xhupin se frym pak herë, edhe pse të them të drejtën drejt e marketit. Pamja. Edhe pse deri te marketi do ikim, sepse është pak ftohtë edhe preferojmë të shikojmë ndonjë film, ndonjë serial se kemi kohë pa parë. Klajti ka nisur Peaky Blinders, por unë e kam parë, po kam që në vit të 2 gjimnazje e kam parë, kështu që është sikur po e shoh nga e para se kam harruar shumë gjëra. Antenat. Edhe ndoshta nesër dalim pak, ndoshta, nuk jam e sigurt. Kjo është jeta e një studente, përveç që do bëj darkën. Më duhet të merrem edhe me këtë. Nice. Shikoni, estetik nuk ngjan, por në shije është shumë e mirë. Bëra patate ti marinova me krip, rigon, rozmarin dhe vaj dhe ka dalë filetoja me kërpudha qa dhe hash. Estetik nuk ngjan, por shumë e mirë. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. U zgjova tani, do merrem pak me punët dhe do hiki sepse sot kemi për të paguar detyrimet. Kështu që
Bëjmë pak punë shpejt e shpejt, do iki të paguaj të faturat që thash dhe kam për të për diçka... kam për të marrë diçka në Lidl. Lavatriçja me të zeza, dan. Edhe dhoma u sistemua. Edhe kuzhina po ashtu. Banja po e po. Unë këtu. O njerëz, e dini çka kam bërë. Kam veshur bluzën e Klajtit që po e pa, nuk e di domethënë. Duhet të kap flokët tani. Okej. Do i kap flokët se e shoh nuk i kam në gjendje të mirë flokët edhe do lajm sot që të bëjmë ondat. Nuk e di sa prej jush e dim për këtë koncertin që është në Amerikë, Coachella, po kam përshtypjen një pjesë duhet ta di. E më pëlqen shumë. Ky koncert nuk është bërë sot edhe u shpik sot. Ky koncert ka vite që bëhet dhe përveç se ka vite që bëhet si koncert, shkojnë shumë VIP-a e të ky koncerti janë shumë këngëtar të njohur. Është me sa kam parë unë, është një qytet, nuk është një vend që është vetëm koncert, që quhet Coachella, diçka e tillë, nuk e mbaj mend se si kishte emrin gjatë, por është shumë bukur. Nuk e di, një ndër ëndrat e mia që nuk e di po do realizoj në jetë është të shkoj në Coachella, se më duket nuk është që vetëm VIP-at kanë mundësi të shkojnë, mund të shkojnë dhe në njerëzit e shkret, por thonë që është shumë shtrenjtë, sepse nuk e di, bëhet me ditë, një javë, nuk e di, diçka e tillë, edhe tregojnë ja bëjnë kështu. Fit day 1, fit day 2, Coachella gjëra kështu. Lëre një që është shumë e shtrenjtë bileta. Shtrenjtë të tipit shkon shtëpia diku te 7-8.000 euro, $7.000 më fal, $7-8.000 për e zëm 4 ditë. Eci me mendimin që nuk e di po të shkojnë ndonjëherë në jetë, po e keni parasysh është ëndër në sirta, është shumë bukur. Kam qenë në shumë koncerte, për ju që më ndiqni në Instagram e dini. Një ndër ato që më ka pëlqyer më shumë ka qenë Sunny Hill, po nuk është koncert si kjo, e kuptoni? By the way, të shkrëri trash për kështu gjërash, për kështu stilimesh, duhet një krër më i hollë. Po hajt mos e punën e bën. E kuptoni tani që duhet të them, kam qenë në shumë koncerte, përveç të kjo të Sunny Hill, kam qenë në te Noizit, kam qenë tek çaj ka ai, s'po më kujtohet tani, Inglezo, se si e ka. Kam qenë në shumë me pak fjalë, po flasim për koncerte të tipit që është 4-5 orë, ja 6 që nuk ndodh. Mbaron pastaj. Kur shoh ato make-upet, stilimet janë, o zot, ato do jem unë ndonjëherë? Tani kush do ishte ai që po mos ta kishte rrogën aq, nuk do shkonte. Tani ka dhe kështu, a kupton, po kjo është stilim, kjo është... Të kisha edhe content për ju, edhe të dilja këtu e të tregoja fitet mia të Coachellës. Okej, nuk është se do bëjmë një make-up, kështu që fresh, tani dalim. Sa erdha për në shtëpi dhe rrugës takova Klajdin. Ja. Me qenë se Klajdi kishte ngrënë, po përgatis një pjadin për vete, edhe do ha një pjadin edhe do shikojmë Peaky Blinders again. Pjadina ka dalë super, me domate, me majonez, me patate, me pjadin do me thënë, me kastravet. Dhe by the way, isha bërë zhull, po ushiva pak tani që po kapja video, dhe është e vërtet kur thonë që nëse ti bëhesh shtëpis kur ha ushqim, do me thënë që ushqimi vërtet shijoj. Tani nuk po them të bësh pa çavure, po. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Nuk u lava dje. Në zuri gjumi dhe mund të më shikoni tani që po pres disa patate. Pse po pres patate? Se është mëngjes, a ka thonë, si mund të presësh patate që në mëngjes. Klajdi ka ikur në Lidl, të marrë një 2 byrek për mëngjes, edhe po pres Klajdin dhe dhe themi pse po bëjmë patate. Ku do ikim? Ku? Në Shqipëri! Solucionet si ato të ekskursionit, që të ikim ekskursion. Nuk e kemi thënë asnjë njeriu fare, nuk e di asnjë njeri. Dhe nuk është surprizë. Nuk është se kishim ndërmend me hik, por që e vendosëm në moment fundit, do ikim me një njeri timin,
Dhe Jemi shumë ju excited. presim. Kështu që ne do ikim për Shqipëri, prandaj do po bëja sanduiça, gjëra gati, bëm çantën edhe këto që të furnizojnë mirë se janë 10 rrugë. Mund të shikoni komshinët e mi që kanë mbyllur grillat. Se këtu vërtet i festojnë shumë Pashkët edhe ikin jashtë Athine, në periferi, dhe Klajdi kishte pushim. Dhe ne patëm shansin që të ikim në Shqipëri. Për pak arrim në dogan, koha me diell, shpresojmë që koha në Shqipëri na gjejë me diell dhe jam shumë excited. Këtu është ndalesa jonë në Igumenic. Ma bëj një kafe. Hoppe po. Oma! Tamam tamam. Çişkiyor hepsini bileceğim. Mirëmëngjesit të gjithëve nga dita tjetër dhe dhoma ime. I'm so fucking excited. Kam vënë vëthët dhe varsen që më dha Esra dhe shumë më pëlqejnë. Të varsen një nuk besoj do ta hi se kam qef të mbaj një 2-3 se kështu është stili. Shumë njerëz nuk i kapa në video sepse normalisht duhet të ruaj privatësinë, por personat që kam kapur video dhe kanë dashur të jenë pjesë e videos janë vënë. Obviously besoj se pat mamin tim që kjo tregon që jam kopja e mamit tim, sepse më meku shumë reagimi saj. Çfarë ndodhi? Besoj shok. I thash në moment të fundit se e pash që nuk po e hapte derën, i thash, "O ma, nuk më nje?" Dhe nuk e kishte dëgjuar nga shoku që po prijetonte, vetëm kur hap derën. Po he moj ti, bab, mbyll derën. O zot! Ndërkohë që babi literalisht vetëm po qeshte se tha deri diku e dinte babi, po jo 100%, po i kishte bërë llogarit që sigurt këta do vinë sot. Premtoj publikisht që herën tjetër do kap video konatën e dytë, se nuk e kapa, dhe do ta publikoj dhe atë. Si që shihni, jam bërë një super yll, jam bërë gati dhe tani do dal dhe dita e parë në Tiranë. Nuk e di, ajri është ndryshe këtu, ka diçka që më jep shumë komfort dhe po ndjem shumë mirë. Një arsye tjetër që unë jam e lumtur është që shqyr ka diell, se thash do iki nga dielli dhe do shkoj në shi, dhe thash aty vërtet do futem në depresion. Por shqyr ka diell dhe është 26 gradë. Se po dridhem pak se kështu është lënë qend rrugës, edhe nuk i çoj në vende specifike dhe pastaj të sulem, po neve nuk na usula, kupton, usul dikuj tjetër, po o ky bë më keq se qeni. Dhe të tregoja që po uji nisit, uji të Pelenës është bërë shumë estetik dhe më pëlqen shumë paketimi. That's it. Qare. Edhe ishin nice, më përshtateshin, pak vështirë sepse... Përshtaten formati tim. Po, pak vështirë sepse që ti përshtatet fytyrës time se e kam të imët. Takuam gjyshin e Klajdit, ulëm në kafe, pastaj vajtëm në kafe me nënën time, pam syzet. Po, s'ke kap fare video Dhe sot. nuk është që kam kapur, po. Bravo. E po tani justifikohet, jam në Tiranë. Këtu është shkolla ku kemi qenë dhe Klajdi, Lezgush për Adeci. Ishte kjo makina gati duke shtyp. Përdesh me shtypi makina, por jo, shpëtova. Edhe tani do iki. Se po të meret firma, nuk e kemi me nxitim. E di, po e kam nga jo i keni CO3, ma prandaj janë kështu. Do iki të takoj Dajen, pasaj do takoj shoqe, thjesht janë shumë e lumtur. 21 vjeç mo lepri mbar 22 kg. Bëjnë report. Nuk fola. Tuqe. Hap derën.
Ndjem shumë e bukur. Tani erdhëm edhe ulëm në kafe, do pinga një kafe dhe do iki pastaj të takoj shoqen time. Di të them që asnjë nuk ma qan prerjen ashtu siç unë dua, përveç kësaj parukieres e adhuroj, vetullat normal që mi ka qarë dhe të tregoj pak syzet. Nuk e di se ju pëlqejnë, ndoshta është vendi gabuar si ju tregoj syzet e mia për herë të parë në banjo. Më mirë tani që kapa flokët, më rehat dhe do iki të hap dark. Në fakt, keni shumë të drejtë se si që qova as mirëmëngjesi, as asnjë gjë, po ju them tani mirë dita nga dita tjetër. Realisht super bë. Kjo është gjendja aktuale. Erdha në shtëpi edhe do dal prap tani në kafe me të shtëpisë sepse ky është lifestyle. Më falni se më mori Daja në telefon, sepse ky është lifestyle kur vjen në Shqipëri. Kafeve, del, s'del, gjëzdis, ky është lifestyle. Në mëngjesi të gjithë nga dita tjetër, u vesha, u bëra gati dhe po iki të çoj nënën për një vizitë në spital në 21. Vajta me nënën të spitali, bëm analizë dhe nxora nënën për drek. U kënaqem shumë. Kënaqja shumë e nënën, erdhëm tek pastaria dhe na shihej shumë dreka. Tani do jemi në shtëpi se do ta bëj shoqen. Është që kam filmuar, por jam kënaqur shumë me nënën. Vërtet u kënaqa, na shijoi ushqimi, na shijoi date-i, takimi që kisha me nënën. Mendoj duhet të bëjmë më shpesh date me nënën. Tani po iki që të takoj shoqen, që pastaj të takoj kunatën. Thash të bjerë shi, po përsëri nuk ka rënë shi dhe jam shumë e lumtur, se vërtet parashikimi i motit është që të binte shi, dhe unë nuk doja që të binte shi. Një mëngjesi nga dita tjetër, ishim nga mami Klajdit për dark, u kënaqëm, u lodhëm, dhe tani po ikim me nënën për ke spitali, sepse pleqërimo. Gjithë dita rrugëve të Tiranës, like always, kështu ndodh kur vi në Shqipëri. Nuk kam bërë asnjë make-up, asnjë gjë, po hajt më. Justifikohet fiti, nuk është aq keq, është nice për të dalë, dhe sot është finalja e Bigut. Edhe pse nuk isha shumë që isha larguar nga Shqipëria, se hera e fundit ishte Mars, di të them që jam kënaqur jashtëmarrëse dhe kam shijuar shumë këtë udhtim. Wow, gauta! Dhe të bëja si estetik, po nuk funksionon tek unë. Ja dhe Daja që na nxjerr dorën këtu, po Daja po na tregon vezët këtu që i kemi bërë bashkë edhe Ajla. Shumë të vezë fshati me ngjyrë të kuqe, me xixa. Me 2 boja për 40 vezë bëm. Ne bëm 10 vezë. 2, 4, 6, 10. E veza e fundit Gelian Teja. Okej, çao. Ç'e bërë? Unë ta di, je bërë vezë bashkë, je bërë? Ja. Vesha këtë xhaketën, kam veshur këto tutat që janë si streqe, se s'është se kam shumë rroba këtu. Dhe neve jemi gati, jemi veshur, sepse neve do ikim të bëjmë zgarë për Pashkët. Hajde qofte ke Daja. Po, e do dhe gëzuar, ha? Gëzuar jemi në pjesë. Gëzuar. Gëzuar. Ajla!
Shqipëri e njëjta që ndodh. Gjithmonë mundohem të hedh vlog, por më pëlqen sepse vlogu zgjatet, por më pëlqen sepse vërtet ka content dhe vlogu deli bukur. Dhe ju tregova outfit of the day. Klasa vapem. Që flokët i kam në rregull, edhe pse u tjersita. Besoj duket temperaturat e larta. Dhe ende nuk e kam mësuar veten që t'jem me syze. Sere nuk kam kapur vlog fare. Kemi ndaluar këtu se po kapim foto pamje që është shumë e bukur. Tani sa po i bëra fokus. Edhe po ikim në shtëpi dhe morëm ja 2 patatina bdollishe për në dark. Edhe kos frutash. Harruam kryesorën dhe kos frutash. Vajta në shtëpi dhe babi do bënte fasule. Happy se të paktën të gjitha këto ditë të shijova me diell, edhe sot do bjeri shi, kështu që isha me fat kësaj radhe, nuk është ditë me shi. Kaluam doganën me sukses dhe siç mund ta shikoni jemi në Anije sepse jemi në Patra dhe do ta bëjmë të pjesë rrugë me Anije që është shumë më pëlqen sepse është shumë bukur. Nuk e di, do të thënë është e bukur, po aq sa është edhe e frikshme, më pëlqen kjo ndjesia. Edhe ka një pamje shumë të bukur. Sa cute, një qeng këtu. Ja qenka, ja pamja. Shumë e bukur. Është do të thënë një ndër bukurit që kamera nuk e percepton të shumë bukur, aroma e detit, jo, pamja është siç mund të shikoni, kam ardhur në shtëpi. Supozohet të ple dhe duhet të ple, sepse ora është literalisht 11:30 se jo u lava, jo hëngra. Dhe ta mbyll këtë vlog se vërtet kjo ndodh për herë kur i ke në Shqipëri. Dhe gabimi qoftë.